Mirë se keni ardhur krejt, do më thonë, ka qenë një dëshirë që një kohë gjatë për me nisë një seri të prezantimit librave, edhe qështu në diskutime, në debat për çështjet logjistike se qysh më janis me çfarë formate më janis, kam vendosur më janis me librin Structure of Scientific Revolutions. Libri është shkruar në vitet 60-ta, edhe në momentin që është botu libri ka bë bum në fushën shkencore, mirë po termet edhe fjalë që i ka përmend autori janë mainstreamizu, janë përhap qaq shumë sa që domethënë përmenden edhe jashtë shkencës. Autori ka fillu me studiu rreth kësaj pike në vitet 1940-ta, edhe vitin 1947 ai rastis në librat, në materialet që i ka shkruar Aristoteli. Kur lexon çka ka shkruar Aristoteli rreth shkencës, e shet që është totalisht ignorant për mënyrën që funksionon shkenca. Mirë po kjo thëke nuk bjen desh me atë faktin që Aristoteli ka qenë shumë njëri briljant. Edhe nuk mundet me kuptu që mundet një njëri qash briljant me fol qash në mënyrë ignorante për shkencën. Edhe në vazhdimin e studimeve të tina ai e shet që nuk është problemi se Aristoteli ka qenë ignorant, mirë po mënyra që kanë pa botën në kohë të Aristotelit ka qenë krejt ndryshe prej sot, edhe ka ardhur me konceptin që e ka përhap, domethënë me paradigmë. Paradigma, mënyra që kanë pa botën ose shkencën ose ndonjë pjesë të shkencës gjatë kohës Aristotelit ka qenë krejtësisht ndryshme për asaj që shohim sot, edhe rrjedhimisht neve mundet me na duk që ai ka qenë ignorant për shkencën. Librin e ka votuar në vitin 1962. Edhe botimi ka shkaktu domethënë bujë të madhe në botën shkencore, edhe çaq është diskutuar edhe debatuar edhe përhap idetë e tina, saqë domethënë tashmo është mënyra mainstream se çu shikohet domethënë shkenca. Struktura, domethënë libri i tina i ka disa terme që i ka përdorur autori edhe i ka përhap. Domethënë termet kryesore që i përmend autori janë shkenca normale, zgjidhja e puzzles, paradigma, anomalit, kriza, revolucioni edhe incommensurability, që është, e kom përkthy parafësisht, pakrahasueshmëria. Domethënë këto terme i përdoraj në librin e tina dhe përshkruan mënyrën se çu zhvillohet shkenca, edhe mandej nëpërmjet këtyre termeve vazhdojnë edhe tjerët me fol në lidhje me shkencën, edhe një prej çështjeve kryesore që ai i ka përhap është fakti që shkenca nuk zhvillohet në mënyrë lineare, domethënë vetëm mu mbledh shkencë edhe mu grumbullu njohuri, mirë po ndodh që ka ndryshime shumë të mëdha saqë domethënë mandej ajo rritet deri me një kohë ndodh një ndryshim paradigmatik që e quajnë, mandej shkenca fillon me u zhvillu në anën tjetër. Fjala revolucion edhe fjala paradigmë, fjala revolucion sipas studiuesve e ka përhap Kanti. Domethënë Kanti ka përmend fjalën revolucion në veprat e tina, edhe nëse kqyret përdorimi i fjalës revolucion në viteve 1781-89, edhe krahasim me to 1789-97, vrehet që diku 1 milion herë më shpesh është përdorur fjala revolucion se sa para përmendjes Kantit. Njëjtë ka ndodhur edhe me Kunin. Nëse kqyret përdorimi i fjalës paradigmë para se me botu Kuni librin e tina, edhe masi është botu libri i tina, domethënë ndodh që milion herë më shpesh është përdorur fjala paradigmë se sa para se me e përhap Kuni. Çaq shumë është përhap edhe fjala revolucion, edhe fjala paradigmë, saqë e ka humb ndonjëherë kuptimin. Tash për çka do që del diçka e re, përdoret fjala revolucion. Domethënë del një frigorifer i ri, thuhet frigorifer revolucionar. Del një film i ri, film revolucionar. Del një libër i ri, libër revolucionar. Sepse kuptimi i fjalës revolucion, njëjtën kohë dhe kuptimi i fjalës paradigmë është xhanu shumë. Masi ka dalë libri, ka pas shumë debat, domethënë për librin edhe për diskutimet që ka bërë libri, saqë ka dalë një shkencëtare edhe ka kritiku Kunin që është e përdorur fjalën paradigmë çaq mënyra të ndryshme saqë nuk po kuptohet çka ka dashur me thonë. Edhe autoria ka thonë që s'pako 21 definicione e fjalës paradigmë mundemi mi gjetë brenda librit. Ka ndoshta edhe më shumë definicione, po mënyra që ka përdorur është minimum 21 mënyra. Kështu që, domethënë, paradigmën kur ka me përdor tash në përshkrimin e librit,
edhe mas librit, ku me përdor në disa mënyra, edhe do të mundona me theksu. Paradigma si syza, do më thonë mënyra që shohim botën, paradigma si metodologji e studimit apo veprimit, paradigma si shkollë e të menumit, paradigma si botë kuptim, paradigma si sistem, po që do të mundona se cilin rast që e përdori me theksu se në çfarë mënyre po e përdori fjalën. Google e ka një tool ku i ka skenu, do më thënë diku 40 milion libra. Edhe mund është në atë tool me kërku fjalën caktume dhe me këqyr kur ka filluar që ajo fjalë mu përdor, kur është rrit përdorimi i saj. Librat e shkunum janë prej viteve 1800, edhe nëse shohim do më thënë graf prej vitit 1800, deri kur është botu libri, fjala paradigm është përdor me një sasi të vogël, ama të barabartë, do më thënë, deri vitin 1961. Prej momentit që është botu libri, qash është përhap fjala paradigm, pra autorit sa që mëni me vrej që është shumë fishu, është 100 fishu, ndërsa 1000 fishu çdo vjet përdorimi i fjalës. Paradigma si fjalë, që është e përmenda edhe më herët, sigurisht se revolucioni është përhap prej autorit, edhe sa që autori vetë e përmend me një shkrim të tij më vonshëm, e ka hub kontrollin e fjalës. Çaq është përhap edhe zgjanu kuptimi, edhe është keq kuptuar sa që autori ka thonë duhet me hek se fjalë duhet na marrë me një fjalë tjetër. Studimet e tij ai ka filluar në grup, domethënë studime sociologjie dhe ato i kanë ndihmuar ato me kuptuar mënyrën se çysh funksionojnë shkencëtarët. Edhe sigurisht se çdo grup tjetër shoqëror, edhe grupet shkencore, domethënë i kanë mënyrën çysh e shohin botën, domethënë të ngjashëm me njëri tjetrin. Edhe realisht grupet shoqërore na mundemi mi përcaktu, sidomos grupet shkencore, grupet e paradigmave. Do me thonë, një grupi njerëzve që e shohin botën në mënyrë të njëjtë, është grupi shkencor. Autori ka filluar me shkencën normale, do me thonë, ai e paraqet zbulimin shkencor, edhe studimin, edhe researchin si shkencë normale. Edhe shkenca normale mirët me zgjidhjen, punën edhe zgjidhjen e puzzleve të pasgjidhur në çat fushë. Domethënë qoftë kimi, fizik, biologji apo ndonjë fushë tjetër. Në fillim ky term edhe kjo paraqitje ka qenë shokuese për shkencëtar. Domethënë, çush po thuti që shkenca, domethënë ajo që shkenca na që e lëvdë, edhe që ka peshë, po thu që është thjesht shkencë normale. Mirë po me kalimin e kohës, shkencëtarët kanë pranuar që realisht përditshmëria edhe puna më e madhe, domethënë është punë monotone, është punë e përditshme, punë rutinore, rrallë herë ndodh ndonjë revolucion, domethënë nuk është se shkencëtari shkon çdo ditë dhe zbulon diçka jashtëzakonshme që ndryshon krejt mendimin e botës. Qëllimi i studimit nuk është me ardhur te diçka e re. Mirë po e reja vjen si pasojë e studimit. Gjatë studimit mundet me has shkencëtarin në problemet që e sfidojnë mënyrën që e njohim në botën, edhe mandej me marrjen kohë me këtë problem, zakonisht si side result dalin zbulimet e reja. Studimet shkencore në përgjithësi autori thotë që janë gjetja dhe vërtetimi i fakteve, lidhja e fakteve me teorinë edhe artikulimi i teorisë, edhe kjo është një pjesë e madhe e përditshmërisë së shkencëtarëve. Në fillim, domethënë, është kuptuar si nënçmim fjala shkencë normale, mirë po e kanë pa shkencëtarë që me kalimin e kohës që realisht kjo ka shumë peshë, sepse çajo përditshmëri edhe monotoni edhe rutinë që e kanë shkencëtarët, çajo është pjesa e rëndësishme e shkencës, sepse shumica e energjisë dhe kohës shpenzohet në to. Gjatë kalimit të kohës, domethënë në studime, shfaqen anomalitë dhe krizat. Edhe zbulimet ndodhin jo kur shkon mirë gjithçka në studim, mirë po kur nuk shkon mirë, kur dalin probleme. Autori ka përhap idenë që ekzistojnë vështirësitë në shikimin e anomalive, dhe vetëm me kalimin e kohës gjatë fillon truni me i pa anomalitë. Edhe shumica e shkencës nuk është se synon me prodhu diçka madhore. Mënyra që e shohim në botën, domethënë në aspektin e një fushë të caktuar me studimit, kur zbulohet diçka e re, kur ndodh një ndryshim shumë i madh në shkencë, një revolucion, nuk është, sipas autorit, nuk është se veç ka ndryshuar shikimi jon ndaj botës, mirë po ai don me thonë diçka më interesant, thotë që vetë bota ka ndryshuar. Edhe në momentin që ka ndryshuar bota, na mundemi me pa fenomene të reja
nëpërmjet mjeteve të vjetra. Edhe paraqes si shembull, domethënë kur ka ndryshuar shikimi jon ndaj lëvizjeve të planeteve nga sistemi geocentrik në heliocentrik, tash edhe pse planetet, domethënë janë njëjtë, veç për shkak mënyrës së re që e shohim botën, tash na me mjetet e vjetra, domethënë me teleskop na mujmë pa fenomene të reja, veç për shkak se e kemi pa botën me një kan tjetër. Fjala tjetër që e përmend autori, që realisht e ka përhap Feyerabend dhe Kuhni, është incommensurability, që domethënë pakrahasueshmëria. Shembulli që e merr ai është domethënë fakti, domethënë rrotullimi geocentrik edhe heliocentrik. Nëse e marrim lëvizjen e një planeti, për shembull Jupiterit, edhe themi Jupiteri ka lëviz në sistemin geocentrik, edhe Jupiteri ka lëviz në sistemin heliocentrik, edhe pse fjala lëvizje e Jupiterit është e njëjtë, krahasimi që e bëjmë është i pakrahasueshëm, sepse jena të folë për dy sisteme të ndryshme. Mandej kjo fjalë, domethënë pakrahasueshmëria është xhanu edhe në fusha tjera. Domethënë na kur diskutojmë për familjen ose lirin ose të drejtat sot, edhe marrim një rast kur është diskutuar para 200 vjetë, realisht fjala është e njëjtë, po përmbajtja është krejt ndryshe. Domethënë ajo që flitet para 200 vjetë për lirin, të drejtat, domethënë fuqia, kombit, gjitha këto kanë kuptim edhe përmbajtje krejt ndryshe për asaj që e njohim sot. Për këtë arsye ndonjëherë është vështirë me bë krahasime mes dy gjonave të ndryshme që kanë përmbajtje, domethënë term të njëjtë për përmbajtje të ndryshme. Rruga drejt shkencës normale, ai e përmend rastin e Newtonit, edhe thotë që para tina kanë ekzistuar shumë paradigma të ndryshme, domethënë që kanë qenë konkurrente. Ajo që ndodh është që kur fiton njëra paradigmë ose njëra mënyrë e shikimit botës, zhduken krejt paradigma tjera. Edhe ndonjëherë ajo mënyra që e shpjegojmë në një fushë caktuar shkencore ose paradigmë, nuk duhet me shpjegu gjithçka, mirë po duhet me qenë më e mirë se paradigma tjera. Konvertimi i antarëve nga një mënyrë e shikimit botës në mënyrën tjetër ndikon që mu zhduk paradigma. Prej fjalëve më interesante që ka përmend Kuhni edhe prej fenomeneve më interesante që ka përmend është puna e anomalisë, edhe kanë bërë një eksperiment me letra. Domethënë kanë marrë një paket letrave normale, edhe në to i kanë fut disa letra që nuk janë standarde. Domethënë si në këtë rast 6 i kuq, që i çdosh me qenë i zi, edhe 4 i zi që duhet me qenë i kuq. Ja kanë paraqit njerëzve këto letra. Edhe, si me thoni, ja kanë dhënë 3 letra, ja kanë marrë letrat edhe i kanë thënë cilat letra i ki pati. Nëse i ka dalë 4 i zi zemër, shumica e njerëzve kanë thonë që e kanë pa 4 e zi spejt, s'po kujtohet fjala shqip, edhe 4 ose 4 e kuq zemër. Në trunin e tyre nuk ka mujt me qenë e mundshme që me pa qët letrën në të majtë. Sepse trunin e tyre, domethënë letrat e kanë një formë caktuar edhe një ngjyrë caktuar. Kur e kanë përsërit shembullin, prap ka ndodhur që njeri nuk ka mujt, domethënë me mbajt mend, soqë edhe pse letra ka qenë e zezë, ai në memorien e vet ka thonë e kuqe o ka. Sepse nuk ka mujt truni me pranu këtë anomali. Njëjtin sen ka thonë që ndodh edhe në shkencë. Domethënë në shkencë mundet me pas anomali në fushën e caktuar të studimit, mirë po truni nuk i pranon, edhe nuk i sheh. Me shpeshtimin e këtyre, domethënë edhe te lojat e eksperimentit me letra, e kanë shpeshtu numrin e letrave me anomali, domethënë të gabume, edhe ka fillu truni me pranu, domethënë, më duket pa skeç si letër standarde. Me kalimin e kohës fillon me pranu truni, edhe fillon me i vret anomalit, edhe kjo vështirësi në shikim shkakton rezistencë. Me kalimin e kohës, me shpeshtimin e anomalive, fillon truni me pranu, domethënë ekzistimin që diçka nuk është në rregull, domethënë që ai letër pa diçka po s'e di çka ke. Edhe në shkencë, domethënë është një fenomen që nuk po mundna me shpjegu. Domethënë është një anomali për asaj që e dim na. Edhe me kalimin e kohës, mas kalimit të rezistencës edhe kohës, fillon truni me pranu anomalin, edhe vetëm mas i shfaqet anomalia dhe pranimi i anomalisë, fillon me ndryshu paradigma. Përhapja e këtyre anomalive, autori e ka quajtur si krizë, dhe reagimi ndaj krizës është i ndryshëm prej shkencëtarëve ndryshëm. Mirë po kriza thotë është parakusht për përhapjen e teorive të reja.
Shumica e shkencëtarëve nuk e hupin besimin në paradigmën aktuale, edhe pse i shohin anomalitë që teoria momentale nuk po mundet me i shpjegu. Nëse ka ndonjë paradigmë tjetër, atëherë mundet me zaventsu. Mirë, por nëse nuk ekziston ndonjë paradigmë tjetër që e shpjegon, nuk mundet me eliminu teorinë e vjetër që e ka. Edhe ka ndodhur që shumë shkencëtarë kanë lënë punën kur ka ekzistuar një kohë e tillë, domethënë krize në shkencë. Në përgjithësi ekziston pa aftësia me toleru këtë krizë. Domethënë thjesht ekziston një problem që s'po mundna me shpjegu, po mundohen me shpjegu, nuk po është asnjë mënyrë që po mundet alternative që mundet me shpjegu. Edhe saqë një shkencëtar i njoftën, Wolfgang Pauli, ka thonë për momentin fizika është lamsh, edhe është shumë e vështirë për mu, ma mirë t'isha kon aktor edhe mos t'kisha ndëgju kur për fizikën. Domethënë kjo gjendje krize shkakton shumë problem te shkencëtarët, edhe saqë domethënë disa prej tyre edhe kanë lënë punën si shkencëtar. Autori dhe tjerë të përmendin që shkenca ndonjëherë zhvillohet funeral, domethënë vetëm kur vdesin shkencëtarët e ri, edhe vinë shkencëtarët e vjetër, vinë shkencëtarët e ri me ide të reja, vetëm atëherë ndryshon shkenca. Përndryshe ndonjëherë mentaliteti dhe mënyra që shohim botën, mënyra e vjetër, çaq është e pamundur me u ndryshu, saqë veç duhet me prit me dek gjeneratat e vjetra. Natyra e revolucioneve dhe nevoja për revolucione. Revolucionet politike, thot shkencëtari, që shfaqen kur krijohet një ndjenjë e pakënaqësisë me paaftësinë e institucioneve tashme me zgjidh probleme të mëdha. Kur kjo ndjenjë rritet vazhdimisht, shfaqen revolucionet politike. Njëjtë thot ai edhe me revolucionet shkencore, kur ekziston një pakënaqësi me teorinë ose mënyrën që shohim botën na aktuale, edhe po kjo pakënaqësi vazhdon edhe rritet, atëherë shfaqen revolucionet. Revolucioni për ata që janë mrena është revolucion, për ata që janë jashtë është thjesht një ndryshim i madh. Edhe përmend rastin e Ballkanit, se ke revolucionet e Ballkan, për ata kanë qenë domethënë ngjarje revolucionare, mirë po për dikon prej jashtë që e percepton ka qenë thjesht një ngjarje e madhe. Një ndodh edhe në shkencë, për ata që kanë studiu domethënë radiologji, zbulimi i X-ray ka qenë revolucionar, për gjithmonë jashtë fushës radiologjisë ka qenë thjesht një zbulim interesant. Revolucioni mandej për shkak se sjell mënyrën që shohim botën, rrjedhimisht na dalim prej një bote në një botë tjetër. Padyshmëria e revolucioneve, sa herë që ndodh një revolucion, ndodh një rishkrimi i teksteve mas revolucionit, edhe tekstet e reja e përshkruajnë gjendjen aktuale të shkencës. Nëse nuk e ka përjetu dikush revolucionin, është pak probleme e perceptu ndryshimin. Domethënë se sa shumë ka ndryshuar shkenca. Për shembull, autori e përmend një rast, një kohë rryma është perceptuar si lang. Edhe plot shkencëtarë janë munduar me zbulu gota edhe kavanoza që e mbajnë atë lang. Për shkak se rryma perceptohet si lang, atëherë edhe rryma do të më funksionojë si lang. Edhe kanë zbulu gota që e mush me rrymë me një farë mënyre. Mirë po kjo ka rasti teori. Mirë po, kur se din që ka ekzistuar si teori, domethënë ajo thjesht zhduket, edhe ti nuk e percepton që ndryshe e kanë pa botën njerëzit në kohrat kalume. Librat shkollore dhe universitar shkruhen me çat ide, domethënë ato e bëjnë përmbledhjen edhe shkurtimin e shkencës, edhe ti thjesht veç e studion mënyrën e tashme të shkencës, edhe një pjesë të historisë së saj. Mandej për shkak kësaj krijohet një perceptim që shkenca veç është zhvilluar në mënyrë lineare. Domethënë veç ka avancuar, nuk është se ka ndryshuar prej njënës në ekstremin tjetër. Përfundimi i revolucioneve, domethënë shkencëtarët janë zgjidhës të puzzles e jo testues të paradigmave. Me zgjidhjen e puzzleve të përditshëm në fushën e vet studiuese, mundet me ndal ndonjëherë ndonjë problem, edhe mandej si pasojë mundet me ndryshu paradigma, dështimin zgjidhjen e problemeve, tek çatëherë fillon testimi i paradigmës. Domethënë nëse mënyra që shohim na botën, teoria apo mënyra që shohim botën, ose syzat, ose metodologjia që e përdorim na, nëse nuk mundet me zgjidh problemet që i kemi, çatëherë fillon me shiku, domethënë me testu ndoshta teoria është gabim. Edhe mundohesh me ardh me një teori tjetër. Ndonjëherë ndodh garë mes dy paradigma, mes dy teorive, dhe konvertimi prej njënës të tjetrës gjatë ndonjëherë me gjenerata.
përfundimi i revolucioneve, domethënë librat shkollore dhe universitar e paraqesin gjendjen aktuale të shkencës. Shumica studentave domethënë thjesht të studiojnë çush është mainstreami çtash, edhe mas 3-4 vjetëve në fakultet, mandej veç fillon ai me bo research. Nuk kërkohet me lexu librat shkencëtarëve, domethënë kur shkon në cilën do fush studimit, ti kur lexon librat e shkollor, librat universitar përgatitur për çat fush. Nuk është se e lexon direkt, domethënë Einsteinin ose Kantin ose cilë do shkencëtar tjetër. Ndodh mësimi me çato libra, aktualiteti mandej zgjanohesh në shkencë. Mirë po kjo, ka thonë autori, dhe pse ndoshta është metodë shumë rigoroze edhe strikt, është shumë efektive. Metodë shumë efektive që me prodhu shkencëtar edhe shkencë. Domethënë për mbledh ato që ka thonë Kuni, përditshmëria dhe një pjesë e madhe e kohës së shkencëtarëve merret me shkencë normale, që kjo përditshmëri është domethënë zgjidhja e puzzle-eve. Me zgjidhjen e puzzle-eve ndonjëherë shfaqen anomalitë që s'mundemi mi spjegu. Rritja anomalive dhe shpeshtimi i tyre e çon fushën e asaj shkence në një krizë. Kriza mundet me sjell, domethënë qoftë për një kohë të shkurtë ose për një kohë shumë gjatë, mundet me sjell një paradigmë të re, edhe ndryshimi që saj paradigme është revolucion shkencor. Çka na vyn neve? Domethënë fjalën paradigme kom pas dëgju me një libër biznisi, kom pas lexuar me një libër biznisit para diku 20 vjetë, edhe paradigme dhe paradigm shift më ka pas pëlqyer shumë si fjalë, edhe mandej tek ma vonë ka ra me lexu këtë librin. Autori domethënë fjalën kur e ka përmend, ai përveç që ka ndiku në një paradigm shift në botën shkencore, ka ndiku në çdo fushë. Domethënë fjala paradigme dhe paradigm shift përdoret në çdo fushë, domethënë prej biznisit në sociologji në përditshmëri. Edhe du më nalë me folë për paradigmat edhe paradigm shiftin në jetën tonë përditshme. Pse me folë për paradigmat? Është një thanje amerikane, nëse vetmja vegël e jotja është çekiqja, atëherë këtë problemet duken si kusht. Edhe ndonjëherë, domethënë mënyra që shohim në botën është e kufizuar prej mjeteve që i kemi në dispozicion, domethënë mjeteve mentale. Ndonjëherë këtë problemet mundohemi mi zgjidh me një mënyrë. Paradigmat e ndryshme shkaktojnë keq kuptim dhe mos kuptim. Për shembull, nëse dy persona të ndryshëm kanë formim të ndryshëm, ajo krijon keq kuptim. Një shembull që ndodh vazhdimisht është nëse fol për politikë ose për sport. Ti i thu që filan partia ose filan ekipi mundet me fitu. Personi tjetër të keq kupton edhe thot, domethënë po thush që ka me fitu. Jo, nuk thash që ka me fitu, thash mundet me fitu. Në sport domethënë ka gjasa prej gjasat më të voglave, prej 0.01 deri në gjasë 99% që gati është e pamundur, mirë po si term ekziston edhe si koncept ekziston. Gjasa e vogël edhe gjasa e madhe kanë dallim të madh. Mirë po formimi i ndryshëm i njerëzve ose mungesa e paradigmave të komplekse ose të sakta ndikon në keq kuptim. Një tjetër, domethënë kur përmendet ndonjë ide ose ndonjë projekt, ti thu s'di a mundemi me bë, domethënë a kemi kapacitet, a i dim krejt variablat, ai tjetri thotë domethënë s'mundemi me bë. Jo, nuk thash s'mundemi, thash s'di a mundemi. Ti thu provo një herë, edhe ai dështon, edhe ai thotë ti thaje sigurt bëhet. Nuk thash sigurt bëhet, thash provo. Domethënë domethënë qoftë biznes, qoftë në projekte përditshme, duhet me provu mënyra ndryshme. Edhe 7 herë mundet me dështu, domethënë deri te rasti ekstrem i Edisonit, 1000 herë mundet me dështu derisa vjen. Mirë po, fjala jote provo konvertohet në trunin e tina në domethënë sigurt bëhet. Edhe për çato është, nuk më kujtohet është thënia e Einsteinit e Aristotelit, më fal. Më mirë është një armik i mençëm se sa një mik jo i mençëm, sepse armiku i mençëm transmeton sakt, edhe nëse është kundër teje. Armiku i mençëm mundet me ta cungu ato që ke thonë. E po ta paqet shembullin në Nasradin Hoxhës që e dina na me një libër Systems Thinking, thënë që mënyra që shohim në botën, ndonjëherë mundohemi zgjidh problemet prej zgjidhjeve që i kemi. Domethënë na e dim që zgjidhja vetëm është që kjo, edhe mundohemi këtë problemet me zgjidh për shkak të veglës që i kena nga të rast çekiçe. Është domethënë ajo ngjarja e famshme e Nasradinit dhe upqisin e lyp në qyshet dhomës, i thënë pse be lyp në qyshet dhomës, po thotë po këtu ka dritë. E tha ku e ki up qisin në anën tjetër.
Mënyra, nëse veç një mënyrë ekziston që shohim në botën, nëse kena veç një mjet të mendimit, atëherë këtë problemet kena më mundu mi zgjidh në qatë mënyrë. Një arsye tjetër pse është mirë me diskutu për paradigmat, është që secili njeri ka punë, ka puzzle, ka sfida, ka probleme të ndryshme. Domethënë qoftë personale, qoftë shoqërore, qoftë shëndetësore, qoftë të punës, edhe këto kanë zgjidhje të ndryshme. Ndonjëherë një fjalë, ose një këshill, ose një informat mundet me ia zgjidh problemin, ose sfidën, ose puzzle që e ka për një pjesë të përditshmërisë. Edhe shpeshherë ka ndodhur që njerëzit e kanë dëgjuar fjalën, ma kanë ndryshuar jetën. Një fjalë goje, ose një këshill, ose një artikull, ose një libër, ose një ligjërat, ja kanë ndryshuar jetën. Pse kjo, edhe ti e merr çat këshill, edhe ndëgjon edhe ty nuk ta ndryshon jetën. Pse ndodh për një person edhe nuk ndodh për personin tjetër? Sepse krejt njerëzit kanë përvoja të ndryshme, kanë formime të ndryshme, edhe kanë njohuri të ndryshme, mirëpo edhe kanë, domethënë, rrethana tjera jetësore prej teje. Ndoshta çajo fjalë, ose çajo këshill, ose çaj libër, për to u kon fiks çajo që ai ka pas nevojë. Mirëpo për ty nuk është, sepse ti e ki krejt mënyrën tjetër të jetës. Te libri, domethënë libri që e përmend fjalën paradigm ka qenë 7 Habits of Highly Effective People, edhe ai e përmend një shembull shumë interesant për punën e paradigmës, thotë, paramendo që e ki hartën e Los Angeles edhe ki shku në San Francisco. Edhe merr hartën edhe qel po don me shku me një vend caktuar, për shembull në qendër të qytetit. Edhe ti mundohesh me shku te ajo pjesë e qytetit, ti angazhohesh, ti lodhesh, domethënë 8 orë deri në 10 orë i shpenzon. Ti mendon pozitivisht, ti këshillohesh me njerëzit, mirë po nuk mrin. Pse? Sepse hartën e ki të gabuar. Domethënë krejt këto pikat që na i kemi ni, domethënë work hard, mundo, mos u dorëzo, mendo pozitivisht, këshillohu me njerëzit. Krejt këto janë në rregull, mirë po harta e gabuar, domethënë mandej krejt këto bin bosh. Edhe autori i librit 7 Habits of Highly Effective People thotë që ndonjëherë na i hartën profesionale ose jetësore duhet me përmirësu. Ndonjëherë duhet me përmirësu elementet e gabuara që i kena në hartë, ndonjëherë duhet me shtu elemente të reja. Domethënë ti e sheh që hartës pi mungojnë elementet. Edhe ndonjëherë duhet me bë më detajzuar. Domethënë ndoshta është e saktë, por nuk është shumë e detajzuar. Paradigmat që kanë ndryshuar. Është bo, domethënë këto janë dy iluzione të famshme që nëse ju ka rastis me pa. Iluzioni majtas e shtron pyetjen, domethënë cilat prej vijave janë cila është më e gjatë, cila është më e shkurtë. Shumica e njerëzve kur e shohin për herë të parë këtë iluzion, bin prej iluzionit, do të thonë vija lart është më e gjatë se vija poshtë, edhe pse realisht vijat janë të barabarta. Mirë po ato vijat anash e japin iluzionit që janë të ndryshme me madhësi. Njëjtë iluzion është edhe iluzioni i djathtas me rreth. Domethënë rrethi është rrethi i portokallt në majtas apo djathtas më i madh. Të dy rrethet janë barabartë, mirë po rrethet përreth saj e japin këtë iluzion. Kur e kanë provu çet iluzion në disa vende rurale në Siberi, e kanë pa që nuk po e hajnë çet fore. Domethënë ja kanë dhënë njerëzve të pashkolluar çet iluzione dhe kanë thonë jo, këto janë barabarta, këto janë barabarta apo. Edhe mirë po, edhe kanë menuar që është diçka, domethënë rurale aty me Siberin, kur e kanë provu në vende rurale tjera të botës, e kanë pa që njëjti sen ka ndodhur. Edhe janë çudit me këtë fakt, pse çysh domethënë vendet malore ose rurale nuk po e hajnë forën, mirë po shumica prej neve e hajnë këtë forë. Domethënë ti edhe pse e din që është e barabartë që tash, ti prapë e sheh si të ndryshme. Edhe edhe ajo që kanë ardhur përfundim ata është se me shkollimin e obliguar dhe rritjen e këtij shkollimi, domethënë vazhdimisht gjeneratat e reja, përveç që janë të shkolluar, janë edhe fëmijë të prindve të shkolluar, njëri fillon me menu më abstrakt. Domethënë fillon me menu abstrakt, edhe ajo abstraktizimi mandej të shtin me pa këto jo si vija, po si figurë të plot. Domethënë kjo shigjeta në alp, i thon kushtimi shigjeta, me këto poshtë dallojnë. Ose ky kompleti i rrethve me kompletin e rrethve dallojnë. Domethënë mënyra e shkollimit ka ndikuar në mendimin ton abstrakt. Paradigmat që kanë ndryshuar tjera, ku marr disa shembull lokal, në të kalumen te na kur ka ndodhur ndonjë sherr i fëmijës në shkollë, fëmia nuk ka guxuar edhe është qortuar prej mësuesit në çfarëdo forme, qoftë verbale, qoftë fizike, nuk ka guxuar mi kallëzu prindve që
ka pas problem shkollë, sepse automatikisht është qortu edhe një herë në shtëpi. Transferimi, domethënë shëndrimi nga fëmia automatikisht fajtor në fëmia jam është i pafajshëm ka ndodhur me kalimin e viteve mas luftës. Domethënë tash fëmia jo që s'mundet me qenë, domethënë jo që s'ka bërë sherr, po dhe nuk mundet me bërë sherr. Edhe kam dëgjuar raste për arsimtarëve që kanë pas probleme me nxonsa, domethënë qoftë problem dhunës verbale, domethënë nxonsi ka pas armë, është thirr policia dhe prindi nuk ka mujt me pranu që djali i tij mundet me bërë një sherr. Ka qenë ky është një ndryshim domethënë tepër, paradigm shift tepër i madh në shoqërinë tonë. Një shembull e ka përmend një shok një ditë, tha ka ndryshuar mentaliteti jonë, domethënë të kaluame na kemi qenë mirënjohës, kemi qenë mirënjohës edhe falënderues ndaj prindve, ndaj mësuesit, ndaj shoqënisë, mirë po tash jo vetëm që s'jemi mirënjohës, edhe jemi mos mirënjohës, domethënë jo unë kërkujt faleminderit si thonë në kredi kom ri vet, përkundrazi na i kërkojmë mirënjohje tjerëve ndaj neve. Paradigm shift tjetër që ka ndodhur, do të diskutoj pak më detajisht, është ajo që ka më bëu mirë në ndryshimin që kur s'ka më bëu mirë. Paradigm shift që ka ndodhur realisht këtë botën, edhe nuk po them që është mirë apo keq, po thjesht është interesant, është nacionalizmi dhe mënyra e menumit nacionalistik. Në të kalumen kanë ekzistuar shumë shtete apo mbretëri të kombeve të ndryshme, sigurisht Çekoslovakia, mbretëria slavëve të jugut para Jugosllavisë, Austro-Hungaria, ka qenë një ofertë e Ismail Qemalit që është bë grekëve me bë mbretërinë e bashkuar shqiptaro-greke, ka qenë një ofertë e Hasan Prishtinës me bë mbretërinë e bashkuar shqiptaro-maqedone. Mirë po këto tashmë janë të pamundra, domethënë thjesht është absurde me menu një mbretëri të tillë. Kur është bë Princvidi në Shqipëri, kur është përcaktuar, për shumë njerëz ka qenë e çuditshme, apo dim pse më bën një i huaj mbreti i shtetit tonë, edhe një rastisht rastisa në mbretin Otto të grekëve. Domethënë kushdo që din pak për gjermanisht, fjala Otto është emër gjerman, domethënë tipik gjerman, pse me pas një grek emrin gjerman, edhe këshyra që mbreti i parë i grekëve kishte qenë mbreti Otto. Domethënë është përcaktuar prej fuqive të mëdha me qenë një gjerman mbreti i grekëve. Mas mbretit Otto ka qenë George the First ose Gjergj i parë, një danez. Mas tina mande kanë vazhduar grekët me qenë mbretër të Greqisë. Mbretëria e Bashkuar, një pjesë të madhe të historisë së saj, është sundu prej etnive tjera. Domethënë njerë kanë qenë Normanet, mande kanë qenë familja Welsh, Tudorsat, mande kanë qenë Stuarts që janë Skoces, mande kanë qenë House of Orange që janë Dutch, edhe në fund kanë qenë Gjermanet, deri vonë, domethënë nëse që gabim gjyshi ose stërgjyshi i mbretit tashëm, tek që atëre më fillojnë anglesët me marë pushtetin. Mirë po kjo kur s'ka qenë e çuditshme, sepse ka qenë thjesht një botë tjetër, domethënë nuk ka qenë çudin që një etni tjetër me të udhëheq ty. Paradigmat që duhet me ndryshu, i kom përmend disa paradigmat që menoj që janë të gabume, edhe kanë pasoja shumë reale dhe shumë të rënda ndoshta. Ja kom nis me një paradigmë që një shok e pat quajtur sindromi i vjerrës. Sindromi i vjerrës është unë kam vujt edhe ju keni me vujt. Edhe kjo është e përhapur gjithmonë, domethënë jo vetëm raportin vjerrnuse. Kjo është në punë, kjo është në fakultet, kjo është në shoqëni. Domethënë në momentin që unë e kam tejkalu një kohë me probleme, unë në vend se me ja, domethënë shpaku ato probleme nuk ekzistojnë që tash, edhe në vend se me kalu kohën pa që ato probleme, unë i shkaktoj probleme tjetrit, vetëm pse unë e kom hek, duhet me hek edhe tjetrin. Shane Praising është një fjalë që kom mësuar prej Noel Malcolmi. Noel Malcolmi e përmend rastin e shtetit evropiane që e kanë lavdu Perandrinë Osmane. Edhe përmend prej viteve të hershme të Perandrisë Osmane deri vonë. Mirë po realisht nuk ka qenë lavdat kur e ka lavdu një evropian Perandrinë Osmane, nuk ka qenë lavdat ndaj tyne, po ka qenë kritik ndaj vetvetes. Për shkak kur ka thonë ata këqysa disciplinum, ai ka dashur me thonë nas jemi disciplinum. E një cilësi që është shumë e përhapur te na është Shane Praising, domethënë kritika nëpërmjet lavdatës tjetër, na e kemi këto për gjithçka. Domethënë vazhdimisht lakmojmë edhe kritikojmë qyre Gjermania shka ka bo, qyre Amerika shka ka bo, qyre Anglia shka ka bo, edhe kur një njeri është i profilizuar me naj fush, edhe pse është i profilizuar, na prapi kritikojmë, i thëmë qyre ai shka ka bo, qyre shka ka bo, ndërsa njeri e ka energjinë edhe kohën e kufizuar.
Domethënë sikur se mi thon Messi të qyre sa mirë po luajnë ata basketball, ndonjëherë edhe jeta jonë është çashtu. Domethënë ti e ke një profesion dhe është kot me këshyra arritjet e profesioneve tjera ose fushave tjera. Cilësi tjetër që duhet më ndryshuar është për inat nusës me vdek djali, edhe kjo po besoj është e përhapur goxha shoqni. Cilësi tjetër është na kundër atyne, edhe kjo është e përhapur në disa forma. Domethënë pak mund nxjerr debati për Kosovë-Shqipni, më njëherë fillojmë ju të Shqipnisë kështu, ata thënë ju të Kosovës kështu. Kosovë-Gürbet, domethënë është e çuditshme se edhe kom pa rast një shok shkon Gürbet, edhe mrena javës na filloi me shajt atë shokun, ata të jashtit kështu, domethënë edhe pse një javë ka shkuar. Dhe edhe ai fillon me na shajt neve, ai ju të Kosovës veçërrini me parët tona, thotë domethënë ai shoku ma jep mu rrogën. Ndamjet partijake ma s'kam nevojë me përmend, ajo dihet. Dhe njëjtë ndodh edhe me trit pleqt, ju trit ashtu, ju pleqt ashtu. Domethënë dasia, në momentin pak më ndodh dhe një mos pajtim me njerë, domethënë aktivizohet kjo ndasi. Ka kësi perceptime ose mentalitetet që i kemi na për shoqnin, nuk ka shok të mirë. Budallo është ai që jep libër, ala ma budallo është ai që ta kthen librin. Domethënë kësi shembuj anti-intelektual. Madje një cilësi interesante është që na jemi edhe fitues dhe humbës të këqij. Për çështje të caktuara na mundem me pas mendime të ndryshme. Në momentet që unë e fitoj, domethënë bastin kushtimisht po them, unë e kam nënshmu personin tjetër që ka pas mendimin tjetër, edhe mandej kjo automatikisht ka me bo ato edhe humbës të këqij, domethënë se nuk kam humbës të keq. Nuk kam e pranuar humbjen, sepse nëse unë e çortoj edhe nënshmoj vazhdimisht njerin nëse gabon, e që realisht gjithë kena me gabu, atëherë edhe ajo nuk është i gatshëm me pranu gabimin. Edhe kjo mandej krijon veç ndasi edhe irritim ndaj njëri tjetrit. Një cilësi tjetër prej zbulimeve që i ka bo Clausewitz në librin e vet klasik për luftën, ai përmend që dallimi mes luftës në letër dhe luftës në praktik është fërkimi. Domethënë, për shembull fërkimi në fizik, që ky trup nëse lëvizi majtas, arsyeja pse nuk vazhdon vazhdimisht me lëviz është ligji i fërkimit. Domethënë fërkimi ndikon to, e në jetën reale ka shumë fërkime. Autori e përmend për shkak luftës, më bëu në pasxhanoj. Nëse fillojmë nën me një projekt, me njerë në fillim projektit ka me pas njerë që s'ka mi pëlqy projektit dhe është okej. Nuk është pa tjetër mu pajtu krejt. Mirë po mos pëlqimi i tina kur s'ka me qenë thjesht mos pëlqim, mirë po ai ka me qenë i irrituar edhe ka me të pengu. Jo nuk bën me boq ato, jo gabim e ki, edhe nëse ja nisti projektin, edhe vazhdon ti gron me tondën, ai ka me të pengu, jo leja jetu hub kohë, jetu marr me sene pa lidhje, edhe një thonje kineze është, ata që menojnë që s'bohet, mos t'i pengojnë ata që menojnë që bohet. Edhe kjo nuk ndodh tani. Domethënë vazhdimisht ka me pas pengime. Bile ka me shku edhe deri te sabotimi. Saqë dikur më vitet 2010 u përhap si thonje, shqiptarët më mësuan një cilësi ishin zgjidh këtë problemet, veç mos pengo. Domethënë nuk kam nevojë për ndihmë, veç mos më pengo, domethënë kjo është e mjaftueshme për me kry punë. Edhe ka mënyra të ndryshme, domethënë çu ndodh fërkimi edhe sabotimi në shoqërinë tonë. Schmidti e përmend në sen të libri për historinë e Shqipërisë. Thot shqiptar kanë jetuar në përfise, edhe një cilësi e antarëve të fisit është që duhet me pas lojalitet ndaj fisit tonë. Mirë pa e shton një pjesë që nuk i kisha menu kur, ai thot që përveç lojalitetit ndaj fisit tonë, duhesh me shiku me dyshim se cilin njeri që nuk është pjesë e fisit tonë. Jo të tepër shokuese ka qenë si informat për mu. Tash ndoshta na nuk jetojmë në forme tradicionale në fise, mirë po kena fise moderne. Qoftë qyteti, qoftë mahalla, qoftë partia, qoftë mendimi politik, domethënë, krejt këto janë realisht fise moderne në të cilat na jetojmë, edhe në momentin që dikush është një fisi tjetër, na e shikojmë ato me dyshim. Domethënë nuk mund ataj me qenë njeri mirë nëse s'është pjesë e fisit tën. Paradigmat që duhet me ndryshu, njëna prej paradigmave që e kom veçu pak, është forma përkundër përmbajtjes. Po menoj që na si shoqëni jemi të dhonën shumë mas formës, dhe ka disa mënyra që shfaqet kjo. Është një thonje e Kim Mehmetit që thot mjaft krym shkollat, mësoj pak. Domethënë mas luftës çaq shumë u dhon njerëzit mas shkollave, trajnimeve, specializimeve, mirë po s'është që përmbajtja e këtyre shkollave ka qenë shumë cilësore. Nëse bën një intervistë në shesh, edhe i nal 100 vetë edhe i vetë, cili çfarë fakulteti duhet me studiu një shqiptar,
99% për tyne kanë me thonë gjuhë shqipe dhe histori. Sepse gjuha shqipe është shumë e rëndësishme, historia është shumë e rëndësishme. Nëse qëta njerëz i vetë, e çka studion ti, ose çka ke studiu ti, ai thot gjeografi, fizik, histori, biologji, fizkulturë, domethënë krejt fusha tjera për asaj që ai thot. Nëse i vet ku duhet me kalu pushimet, 99% kanë me thonë Shqipni. Shqipni, Kosovë. Ku i ke kalu pushimet nëse i vet? Greqin, Turqi, Malzin, Kroaci, tashmë me Schengen edhe Itali me gjon. Pse është kjo? Është një farë ndjenje që mu paraqit patriot, domethënë. Na nuk është me rëndësia jemi patriot ose punëtor, po na duhet mu paraqit si patriot edhe si punëtor. Në ditë kështu si për hajgara, thash me e qenë një OJQ, me titullin OJQ-ja për përmirësimin e krejt problemeve të shqiptarëve të botës, edhe po besoj që shumica njerëzve kanë me të përkra dhe kanë me ta rre shpinën, me thonë hallat koft. Tash ndonjë njëri pak më i kthillt, kish mujt me vet, okay, sa veta jeni në OJQ? 1. Ose 3, duket 3 duhet për me qelë OJQ. Sa është buxheti i OJQ-s? 1.000 euro. Tash realisht ti je OJQ me 1.000 euro dhe 3 punëtor. Domethënë shumë punë, ndoshta banale, kanë buxhete miliona euro dhe kanë mijëra punëtor, ti do të zgjidh këtë problemet e botës, e shqiptarëve të botës, me 1.000 euro dhe me 3 punëtor. Mirë po që kjo forma, titulli, domethënë, OJQ-ja për përmirësimin e problemeve i fascinon shoqërinë tonë, edhe realisht nuk po muj mi ik që saj si përfaqësie. Mas luftës, domethënë gjatë fillores edhe të mesmes, më ka ra me pa shumë shok, edhe për te shokëve që kanë shku në kurset anglishtës me vite. Domethënë ka shku 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, 5 vjet anglisht, edhe s'ka mësu anglisht. Edhe më ka duke të çuditshme. Domethënë çysh mundet njëri me shku 5 vjet anglisht dhe mos më mësu anglisht. Edhe ka njerëz një që e kanë problem me, e kanë sfidë gjuhën, edhe e kanë shumë vështirë me mësu. Mirë po nuk mundën krejt këta me qenë të tillë. Edhe ma vonë e kom pa që realisht nuk është me rëndësia ja mëson anglisht, me rëndësia është që po shkon kurs. Domethënë, qoftë nuk është veç kurset e anglishtës, ma vonë janë shfaq edhe kurset e programimit. Ai shkon kurs programimit 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet edhe kur gjos mëson, sepse me rëndësi është me shku në kurs. Më ka ra me nejt me disa mjek kohët e fundit, edhe ata ma tregun që të rastin e konferencave, ka arë një mjek shumë i njoftën për anglisë në Hotel Emerald, dhe po prezenton aty, mirë po sala ishte zbrast. Domethënë, mjeku po prezenton para mjekëve të Kosovës, sala ishte zbrast. Mirë po korridori jashtë salës, çash kish zhurmë për atyne që kanë ardhur për mjekun, sa që u detyruaj me ndërprej ligjëratën edhe me dalë atyne mi thonë jashtë, a bon veç pak ma qetësi se jom të prezentu. Domethënë sepse nuk është me rëndësia përfiton për konferencës, me rëndësi është unë po shkoj në konferencë. Edhe që kjo cilësi, domethënë, formës përkundër përmbajtjes, domethënë është të prohapën gjithçka. Për çato sociologu Bourdieu e përmend një thonje për dallimin mes pasanikëve të ri dhe pasanikëve të vjetër, thekë pasanikët e ri e kanë nevojën me tregu. Domethënë nevoja për me tregu pasuni, nevoja për me tregu shkollën, nevoja për me tregu diturinë, është ajo që i dallon pasanikët e vjetër mes pasanikëve të ri, ose antarët e një klase mes antarëve të ri të kësaj klase. Momentin që te i kalohet realisht nevoja, atëherë realisht ti i përket kësaj klase, kushdo që ka pas përvojë me shtetet huaja, nëse është taku, domethënë qoftë me biznesmen, qoftë me njerëz shkollum, e shet që janë shumë modest, sepse me kalimin e kohës i zhdasht kjo cilësi mu shfaqet e njerëzit, modestia, thjesht ti kryen shkollë, shkon shëtitje edhe nuk ki nevojë mi tregu kërkujt që e ki kry këtë punë. Mandej e kom bërë një listë, domethënë gjonave që paradigmave që duhet mi shtu. Domethënë me atë farë çësjen që nëse vegla e vetme jote është çekiçi, ndoshta mirë është mi shtu disa paradigma. Pierre Bourdieu është sociologu që e përmenda pak më herët, ka qenë një sociolog francez, edhe ka qenë për sociologëve më të njohur të bashkohor. Ai vjen me një teori që përveç kapitalit ekonomik ose financiar ekzistojnë edhe kapitale tjera. Njëna prej kapitaleve është kapitali shoqëror, ato që realisht na praktikisht zbatojnë. Kapitali shoqëror është numri i njerëzve që i njeh, sasia, cilësia, kualiteti, autoriteti të në. Domethënë ngjofshmit si term ekziston te na edhe përdoret. Mirë po që kjo kapitali shoqëror ka shumë ndikim në jetën e njerit,
Kapitali kulturor është kapitali tjetër që e përmend autori. Këtu hin shkollimi, këtu hin njohurit, këtu hin gjuha, këtu hin dialekti, aksenti, këtu hin krejt ajo që e grumbullon njëri me kalimin e kohës, shkaftësitë, cilësitë e kështu me radhë. Edhe kapitali tjetër që e përmend autori është kapitali simbolik. Këtu hin fama, autoriteti, reputacioni. Domethënë, dy futbollista mundën me pas cilësi të njëjtë në sport edhe marrin një rrogë caktuar, 300.000 euro për shembull. Mirë, po jashtë futbollit njëri prej tyre mundet me bë miliona e tjetri jo, sepse ai ka më shumë autoritet, ka më shumë famë se tjetri. Dy doktor shkence, realisht kanë titullin e barabartë, të dytë janë doktor shkence, të dytë prej fakultetit një, mirë po njëri është më autoritativ se tjetri, e njohin më shumë. Edhe kryesorja që ka ardhur autori me këtë teori është që secili kapital mundet më shndru te kapitali tjetër. Domethënë me parë, njëri mundet me bë shkollim. Me shkollim mundet me bë të ngjofshë, mund të njoftu me njerëz, me njoftimin me njerëz mundet me bë autoritet, me autoritet mundet me bë parë, secila prej tyre kombinohet edhe konvertohet te tjetra. Mandej fusha caktuar, situata caktuar, ti mundesh me përdor njërin përkundër tjetrës. Po do më përmend shembull zgjedhjet, domethënë qoftë Kosovë, qoftë jashtë, ka ndodhur që në zgjedhje kanë garu edhe milionera. Mirë po milionerat nuk kanë mujt me marrë shumë votë. Përkundër ndoshta një fukara, qoftë artist, qoftë shkrimtar, qoftë, domethënë thjesht person i njohshëm në shoqërinë tonë, që ka marrë shumë vota edhe pse nuk ka qenë milioner. Domethënë nuk është veç parja. Ka pas njerëz që ka qenë shumë të njohshëm, mirë po s'ka marrë vota, ka pas njerëz që kanë qenë shumë posën, s'ka marrë vota e kështu me radhë. Domethënë është një kombinim realisht i krejt këtyre faktorëve. Paradigmën që duhet me shtu, ka qenë një listë e modeleve të shpjegimit botës që pata pa me një libër për krizën e Kubës, domethënë krizën nukleare në atë kohë. Mënyra e zakonshme që paraqiten shtetet e botës është shteti si individ. Edhe çështu diskutohet. Domethënë Gjermania po ka qef, ose Gjermania s'po ka qef. Gjermania na ka ndihmuar, Gjermania na ka nal, po thuaj se Gjermania e ka një mendje edhe ka dëshira dhe ka plane dhe ka strategji. Edhe është ose shkenca, po, fiks, ose shkenca. Domethënë tuti është diçka që quhet shkencë edhe ajo ka dëshira dhe ka synime. Edhe është modeli suksesshëm i shpjegimit, mirë po duhet me ja bashkangjit edhe disa modele tjera. Një model tjetër që e përmend autori është njerëzit me pozitë brenda shtetit. Domethënë, krejt shteti mundet me pas një dëshirë, mundet me dalë një individ, qoftë ministër, qoftë kryetar komune, qoftë kryeministër, edhe ai me dalë kundër krejt dëshirës tyre. Domethënë, nëse ish bol diçka referendum, 98% popullit kish votu pro, mirë po ky individ me pozitë dhe autoritet e bën të kundërtën, sepse ka pozitë. Tjetër model është populli, domethënë nuk është Gjermania ajo që do me na përkrah, po është populli gjerman. Po mundet me ndodhë që në shtetin gjerman ekziston dikush që ka mendim ndryshe prej popullit gjerman. Edhe pse gjerman na përkrahin si popull, ndoshta shteti nuk na përkrah në një periudhë caktuar. Edhe pjesa, shembulli, modeli që më ka pëlqyer më shumë ti mua, është realisht shtetet veprojnë varësisht prej rezultatit ndër veprimit grupeve. Brenda një shteti ka grupe të fuqishme, edhe grupe me ndikim. Janë të rinj, të vjetrit, janë parti të ndryshme, lëvizje të ndryshme, domethënë janë grupe të ndryshme shoqërore dhe këto ndërveprojnë me njëra tjetrën. Donjëherë edhe pengojnë njëra tjetrën edhe sabotojnë njëra tjetrën, po në fund pazarit del diçka. Domethënë, dikush lëshon pe me një anë, dikush në anën tjetër, ndonjëherë fitojnë djathtit, ndonjëherë fitojnë të majtit. Ndonjëherë fitojnë ata që janë më pro luftës, ndonjëherë ata më kundër luftës, ndonjëherë fitojnë ata që janë më industrial, ndonjëherë fitojnë environmentalista. Domethënë secili shtet botës është kjo. Edhe realisht rezultati nuk është as dëshira e popullit, as dëshira e shtetit, mirë po është lëshim pe ose rezultati i pazarit mes grupeve të ndryshme. Kur shpjegohet diçka, mirë është mi marr parasysh krejt këto faktor që mos me gabu në shpjegim. Domethënë del një njeri korruptuar në një shteti caktuar dhe thot diçka, edhe na thojnë atë që filan shteti s'po na don neve, ose po na don neve, varësisht prej një individit, del populli me një çështje caktuar, mirë po zyrtar me një çështje tjetër. Tash këtu kjo mundet më përdoret realisht për propagandë, edhe manipulim. Një paradigmë tjetër që mirë është me shtu, edhe kom has me një libër, është në lidhje me karrierën,
Këshillat që na I kena marrë për karrierën edhe për biznes janë të ndryshme dhe ndonjëherë bin kundërshtim me njëra tjetrën. Prej këshillave të njoftëna është puno çka ke qef edhe mundesh me bë, domethënë parë ose me arrit sukses. Këshilla tjetër është shko ku është parja, injoro domethënë qefin. Tjetra është mundo me bë diçka, pasioni vjen mas një kohe. Këshilla tjetër është këshyri prirjet edhe talentet e tua, injoroj këto tjerat. Edhe një këshill tjetër është vesh grahi, apo domethënë vesh grahi del diçka. Me një libër apo ata rastis çfarë koncepti që I përmbledh krejt çfarë. Domethënë autori thotë që bizneset më të suksesshme janë ato që I kanë bënë një kombinim mes pasionit, talentit edhe parave. Nëse një kompani ka pasion për një punë caktuar ose industri caktuar. Nëse kompania njëjtë ka dhe prirje për çatë punë, kur po them kompania ka prirje, ka punëtor të shkaft për çatë punë, edhe ka parë në çatë punë. Kombinimi I këtyre trejave domethënë sjell shumë parë. Ti mundesh me pas prirje për një çështje, mirë po nuk të pëlqen. Ka qenë një tenist viteve 70-ta, domethënë I kish diku e këshyra në Wikipedia, I kish diku 30 milion pasurinë, edhe ai e ka urrejt tenisin. So thoj ke prind kanë shti prej herët me lujt tenis, edhe e ka urrejt si sport, e ka lujt me urrejtje, po e ka lujt shumë mirë. Domethënë është bën multimilioner, diku pasuni 30 milion, tu e urrejt sportin që e bën. Pse? Sepse ka qenë I mirë. Domethënë ti mundesh me qenë I shkaft, mirë po mos me të pëlqy si shkaftësi. Ty mundet me të pëlqy, po mos me pas prirje për çato. Përkundrazi je shumë I dobët në çatë sen. Mundesh me pas të dyjat, mirë po s'ka parën ta. Domethënë nëse e këshyr për shembull në Kosovë, industria e ndërtimit ka pas qarkullim diku 2 miliard vitin e kaluar. Tash industria ndërtimit 2 miliard, bujqësia 200 milion është 10 fish. Tash ti nuk mundesh me thonë në po him bujqësi edhe po mundoha me bë miliarda në Kosovë, sepse thjesht nuk ekziston ai treg. E kombinimi I çdo të trijave, domethënë spaku me këshyr varësisht për rrethonave, ndonjëherë njëra variable është më e rëndësishme me tjetra, ajo ka me sjell suksesin. Paradigmat që duhet mishtu, optimizmi edhe pesimizmi. Autori I librit Zero to One, Peter Thiel, te libri vet e paraqet optimizmin dhe pesimizmin pak më interesant. Edhe ai thotë që ekziston definite edhe indefinite optimism, edhe definite edhe indefinite pessimism. Ja nis me Evropën, edhe ai thotë Evropa prej viteve diku 60-70 e ka pa që e ka mri një farë kulmi. Edhe ka pa që shtetet tjera kanë me fillu me u afru edhe me te kalu. Domethënë shtetet tjera sikurse Kina, India, domethënë shtetet e lindjes së largët e kështu me radhë, mirë po nuk ka pas ndonjë ide se çka më bë. Edhe prej viteve 70-ta deri sot, realisht deri sot, e kanë pas pesimizëm pa definu, të pa përcaktuar. Domethënë po mrapa kena me shku, s'kena ide çka më bë. Edhe domethënë kjo ka vazhdu, domethënë në Evropë, edhe pse libri është shkruar para 10-15 vjetë, kjo vazhdon edhe sot në Evropë. Pesimizmi I definum ose I përcaktuar ka qenë Kina. Domethënë Kina kur ka fillu me marr hovin për mu zhvillu, ka thonë na jemi 200 vjet mbrapa shteteve tjera, na mu tranu qtash edhe me punu ditë e natë me dekada, ndoshta edhe më shumë se disa dekada, kur s'kena mi mri shtetet tjera, sepse ato po vazhdojnë hopin e tyre, rrjedhimisht na duhet mu shky vetëm për mi ju afry tyne. Kjo ka ndiku që Kina me qenë shumë, domethënë punëtore, ata I kanë pas vizionin e qartë, ata I kanë tejkalu disa prej hapave që I kanë bërë shtetet e kaluara, domethënë direkt janë modernizu, nuk ka qenë nevoja me bë industrializime ndoshta pak më të prapambetuna, mirë po shumë janë zhvilluar. Mirë po ata vazhdojnë me qenë pesimista. Domethënë sepse prap na jemi shumë larg prej shteteve tjera. Sot s'pedi, po. Po domethënë si 2010-s jo më. Komës. Po komës. Nuk kuantifikohen si pesimist më kinez. Po duhet me këshyr që kanë perceptimin, se ç'ashtu perceptimi. Mirë po ideja është që e kanë pas qartësi se çka më bën në çet pesimizëm, domethënë nuk ka qenë thjesht si. Optimizmi I papërcaktuar ka thonë është Amerika gjatë gjithë kohrave. Domethënë Amerika, domethënë land of the free, domethënë vendi I ëndrave, veç grahi, veç ban, edhe nuk është se njerëzit që shkojnë në Amerikë ose njerëzit që rënojnë aty kanë ai far vizione. Vjes që grahi. Domethënë veç grahin shkojnë e provojnë biznes, shkojnë studime.
nga ekipi të dytë. Po e përmend si gjithë kohrave, mandej përmend si rast specifik për me dallu prej Silicon Valley, e si shembull të pesimizmit definit e përmend Silicon Valley. Domethënë Silicon Valley shumica e kompanive kanë qenë optimiste, mirë po kanë pas plan konkret çka me bë. Domethënë janë marrë në fillim me hardware, një kod gjatë, mandej me software, mirë po kanë pas qartësi. Bile ky themeluesi i OpenAI-it, Sam Altmani e përmend në sen për Y Combinator, aty ku ka filluar hapat e para, thot Y Combinator është një vend që i mbledh optimistat. Domethënë optimistat ambicioz i mbledh në një vend. Edhe kur nuk është marrë me qenë optimist, domethënë ajo shumë ndihmon, sepse ti mundesh migro edhe pa pengesë. Tash ajo që ka ndodhur te na, po besoj, është që na kemi kalu prej optimista pa definuar, domethënë ka mu bo mirë, e qysh s'di veç bëhet mirë. Edhe kjo ka qenë prej ndoshta para luftës, deri diku 10-15, ndoshta 20 vjet pas luftës, mandej kjo ka kalu në pesimizëm të pa definuar. Domethënë tash na them kur s'ka më bë mirë, edhe pse s'ka më jo, s'ka më bë, s'është me rëndësi, po s'ka më bë. Një koncept tjetër ose paradigmë tjetër që kom pas qef me shtu, kjo është një shembull i një testi DNA-s që është bën. Domethënë tash testet e DNA-s mundesh me i bë online, edhe ta tregon pasqyrimin e DNA-s tonde, grupet e mëdha, ti tregon grupet e mëdha të DNA-s, domethënë European, Western Asian, domethënë 88% edhe 4%. Mandej ti tregon edhe mandej grupet më të vogla të DNA-s tonde. Ndonjëherë menojsha Jo, e kom gjetë internet. Ja. Zdi ku bëhet, zdi a ka tena. Edhe menojsha ndonjëherë me bën doni test DNA-s kulturore tonën. Sepse përshkrimet ose kritikat ose analizat që i bojnë ana ndonjëherë janë jo të sakta. Për shembull thosh qyra ai punëtor sepse është çka bëti, sportist. Ose ai është dembel sepse është i filan qytetit, ose ka shkollë, s'ka shkollë. Edhe erdha me një qësi ilustrime, domethënë kjo është një shembull i një DNA-je kulturore të një shqiptari mesatar, po jo vetëm shqiptar edhe ma gjanë. Domethënë njëri e merr kulturën e vet dhe përmbajtjen e vlerave të veta, cilësive të veta, shprehive të veta prej rrethit ku jeton. Një pjesë e merr prej shkollës, një pjesë e merr prej familjes, një pjesë e merr prej gjeografisë vendit ku jeton, një pjesë e merr prej shoqënisë, ngushtë ose të gjanë, një pjesë e merr prej klasës që i përket, domethënë klasës ekonomike dhe kulturore, shoqërore, një pjesë e ka prej personalitetit, dikush është punëtor, dikush është dembel, një pjesë e merr prej letërsisë dhe prej arktimeve që i konsumon, edhe një pjesë e merr tashmë të shkuar më shumë prej internetit. Nëse kishim do më shumë, domethënë këtë DNA kulturore, shkolla mundet me qenë fillore, mesme, fakultet, post fakultet, trajnime, familja e ngushtë dhe gjanë, gjeografia, mahalla, qyteti, shteti, shoqënia ngushtë, shoqënia e gjanë, edhe për në përgjithësi njerëz që një, letërsia, librat, serialet, filmat, edhe interneti, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, varësisht prej çka konsumon. Tash nëse e kçyrim një pikë, domethënë secili njeri ndikohet prej krejt këtyre. Diçka më pak, diçka më shumë. Nëse e kçyrim një pikë specifike, për shembull hobit. Qysh i mëson njëri hobit? Njëri nuk lind me një dëshirë për hobi të caktuar, mirë po formohet për çasaj shoqënie. Nuk ka njëri që ka hobi krejt ndryshe prej shoqënisë, po pak a shumë çashtu që ka shoqënia. Për shembull hobit njëri i merr prej familjes ngushtë, prej mahallës, domethënë në fëmijëni të hershme, prej qytetit ku jeton, prej shokëve të ngushtë edhe prej klasës që i takon. Një shok tha një herë, domethënë një pyetje në pisa ka qenë a ki qef me shetit. Jo është vetë nxonsa a ki qef me shetit. Edhe ai shoku tha, kur s'kom pas pare, tha s'kom pas qef me shetit, kur kom pa pare, tha më ka shtu dëshira me shetit. Domethënë klasa që i përket ndikon shumë në formimin e njerëzve. Politika, domethënë njëri qëndrimet e veta në politike, edhe mendimet e veta i merr prej familjes, i merr prej vendit ku jeton, i merr prej shoqënisë ngushtë dhe gjanë edhe tash edhe prej internetit, sepse ka shumë material për këto. Po, kush i ka fajt edhe kush e ka përgjegjësinë. David Graeber është një antropolog bashkëkohor, e ka një libër Bullshit Jobs, është shumë libër i mirë. Ka disa libra shumë të mirë, po në to e përmend një shembull të jashtëzakonshëm. Thot paramendoj që ki dalë prej shtëpisë dhe në momentin që e kthy në kthes, ki ra me një grop. Shumica njerëzve kanë me thonë ku i patë syt.
ku i pa të men, do më thonë qysh bjen njëri rritu në grop. Po të ke paramenon mrena javës, bin 20 veta në qatë grop, 30 veta në qatë grop, tash të ke kërkush nuk thot 20-30 vetëve ku i pa të syt. Ka diçka jo gropa që kanë rënë 30 veta. Do më thonë ose është e msheft, ose nuk shihet, ose ka diçka që e mblan, tash ndryshon pyetja thot, ku është komuna, ku është ministria, ku është ajo kompania që është të punu, do më thonë, përgjësia tashmë nuk i bjen bi individin, po bjen bi dikon tjetër. Në PISA, njëna prej pyetjeve që ju ka bon nxënësave, ka qenë sa shpesh ju ka fol një antar i familjes për rëndësinë e shkollës. Sa ma shpesh, përgjigjet kanë qenë, do më thonë kur, një herë ose 2 herë në vit, një herë ose 2 herë në muaj, një herë ose 2 herë në javë dhe çdo ditë. Sa ma shpesh që i ka fol dikush për rëndësinë e shkollës, nxënësit, aq ma rezultatet kanë qenë të larta. Tash nëse i këshyrim disa virtyte, sigurisht për rëndësia e shkollës, shprehia e leximit, kujdesi për ambientin, ambicjet e larta, disiplina profesionale, shprehia e punës, sjellja e mirë. Nëse e kishim analizu, do më thonë për cilën do prej qytyne cilësive, e kishim bo një test DNA-s kulturor që po them. Edhe e këshyrim se prej kujt e ka marrë ajo cilësi. Edhe shohim për shembull, rëndësia e shkollës, e shohim që rrafsha barabar, kërkush tani jetën nuk i ka thonë një nxënësi që shkolla është e rëndësishme. Atëherë realisht në trunin e tina shkolla nuk është e rëndësishme, se se ka mësu kërkon. Njëjtë është me shprehinë e leximit, njëjtë është për kujdesin për ambientin, njëjtë është për ambicjet e larta. Thjesht kur mendja si ka shku që duhet me pas ambicjet e larta, ose duhet me pas shprehi të punës, ose duhet me pas edukat. Nëse nxënësi shkon klasë të parë, edhe deri në klasë 12, as prind, as vëlla o motra, as shoqënia ngus, as shoqënia gjan, as kushërit, as televizori, as figurat publike, as mësuesi, as arsimtar, kërkush kur si ka thonë që duhesh me pas kujdes në shkollë, ose duhet me pas edukat, ose duhet me pas ambicje, ky fëmijë nuk e ka këta. Edhe realisht, do më thonë, nuk mund është ti me fajsu ato, pse s'ki ambicje të larta. Kur kërkush si ka thonë, do më thonë me pas ambicje. Edhe realisht e heka një shembull po përmendi, do më thonë kur kritikohet shkolla, shpeshherë kritikohet pse më mësuna fizik, ose histori, po mësojmë data pa lidhje, ose biologji, ose kimi, edhe mendojsha, okay, pjekim një 10 lart. Domethënë pjekim biologji, fizik, kimi, edhe bibim një 10 lart tjera. Peshtojmë AI, peshtojmë robotikën, peshtojmë programimin, peshtojmë baletin, teatrin, qysh me fitopare, domethënë qysh me shetit, pishtojmë çto. Çka ka më ndodhur në shkollë? Ka më ndodhur ajo që ka ndodhur me çto 10 lart vjetra, ka mu sabotu ora, kena me ik për orës, kena me hub orën, kena me vetë për politikë arsimtarin, kena me vetë ai këshyre lojën pram. Domethënë ora edhe pse janë 10 lëndë revolucionare, ora prap ka me shku kot, sepse shkolla është për me hub kohë. Domethënë nxënësit as si shkon mendja që mundet me përfitu, jo që duhet me përfitu. Domethënë 12 vjet ai shkon edhe ngon qindra mijëra orë për fusha të ndryshme. Tash nxënësat nuk kanë kurreshtje për gjanat e njëjta, po diçka mundet mi pëlqy. Ai edhe çato që i pëlqen nuk përfiton. Domethënë e çon 12 vjet shkollës bosh, edhe ai nuk del me kurfar përfitimi. Edhe në kësi çështje, domethënë kur themi na po bjen PISA, ose që pa edukat fëmijët, ose që përlyn ambientin, ndonjëherë duhet me shtru pyetjen kush i ka fajt, ose kush e ka përgjegjësi. Domethënë, nëse e kçyrim edhe shohim që bashkërkush si ka fol për këtë çështje, atëherë s'kem çfarë më bë. Domethënë, thjesht ai ka më vazhdu jetën pa këtë cilësi. Paradigmat që duhet mi kalibru, domethënë, gjatë jetës njëri ndryshon në mentalitet, edhe mundet me qenë bujar me paret, me kohën, me autoritetin edhe me punën që e ka, mirë po zhgënimi i vazhdueshëm ato e bën koprac. Edhe thot ja s'ko me kontribu më. Mirë po me kalimin e kohës zhbutet, domethënë kthehet prap në bujari, prap kthehet në kopraci, sepse është domethënë që është shoqënia njëjtë që e ka fërkimin e nalt. Mandej bëhet mirë, s'bëhet mirë, bashkëpunimi, puna vetëm, kontributi, izolimi, këto janë gjëra që domethënë ndryshojnë gjatë jetës, edhe herë jemi njënën anë, herë jemi anën tjetër. Nëse e vrejmë që jemi në ekstremin e gabuar, është mirë mu mënu me rikalibru, domethënë busullën, edhe mu mënu mu kthy. Jo në ekstrem, po s'paku diçka që mundet me qenë konsistente edhe afatgjatë. Në librin Systems Thinking, autorët e përmendin një shembull se çysh me menu pak ma kompleks edhe ma mirë për një çështje, edhe e marrin një pyetje për shembull, a është filani punëtor apo jo.
Edhe kjo përgjigje i ndan njerëz në dy grupe. Mirë po theket çet pyetje na mund me bëu edhe me 10 pika. Domethënë është filoni punëtor apo jo, pika 1, domethënë njëri ma dembel ose parazit në botë, edhe 10 njëri ma punëtor në botë. Tash kur i qet 10 pika, veç pse i ke bërë 10 alternativa, përgjigja është pak më komplekse. Edhe mundesh me kuptu shumë më shumë. Te ke paramenon nëse shton edhe një variabël tjetër. Domethënë e ki variablin punëtor, edhe e ki variablin efektiv. Dikush mundet me qenë punëtor, por nuk është efektiv. Domethënë veç lodhet edhe kur gjë nuk arrin rezultat. Dikush mundet me qenë efektiv, po është dembel. Edhe realisht nuk i kryen punë sepse nuk ka disiplinë të punës, ose thjesht është dembel. Ideali është me mri një farë kombinimi mes punës edhe efektivitetit. Tash autorët e systems thinking theke për çdo pikë në jetën tonë, nëse menojmë si sistem, veç nëse e bëjmë pak më kompleks pyetjen, mundemi me menu më mirë edhe më qartë, edhe kjo mund të na ndihmu në zgjidhjen e problemeve. Paradigmat konkurruese, ndonjëherë, domethënë ka mënyra të ndryshme të paradigmave, domethënë nuk është asnjëna e saktë, po thjesht janë të kundërta. Njëna prej tyre është, domethënë, ka qenë një farë studime që është bërë për kulturat e ndryshme. Shtetet e ndryshme për disa çështje kulturore kanë cilësi të ndryshme. Nëse është fjala për kritika, gjermanët janë shumë direkt. Domethënë kushdo që i ka ra me gjerman, mirë po nuk e ka personale. Domethënë ti thua diçka i thot s'po m'pëlqen. Mirë po nuk është sikurse te na që është ofendim, apo na kemi qef me në çmu tjetër. Ndërsa vendet e lindjes së largët i ikin konfliktet. Nëse e këshyr precizitetin, gjermanët vinë kohë, vende tjera janë pak ma open-minded se kur me ardhë. Nëse e këshyr aspektin e hierarkisë, vendet e lindjes së largët janë ma hierarkik, ndërsa Amerikanë janë ma të hapën, domethënë për krejt. Një harë që e përshkruan që ata, nëse caktohet një takim edhe në ora 3 lehet takimin, në ora sa vinë realisht njerëzit në takim, në një pjesë të Italis Veriut vinë në ora 3:05, mande tu shku tu vënu 3:10, 3:20, 4:30, Sicilia po thot çfarë takimi. Po besoj që na jemi diku këtu ka gjysa. Edhe ndoshta përveç gjermanëve dhe japonezëve, ndoshta krejt popujt janë kapak, domethënë, nëse Ballkani krejt. Bile me zdheu krejt. Kur i shohim këto, ndonjëherë lakmojmë të dyja ekstreme. Ndonjëherë i lakmojmë gjerman, çuro gjerman sa precis. Domethënë 6 minuta, 6 vjen. Nonën tjetër i lakmojmë, po hajde të së shubo funi botës apo. Edhe i bëjmë presion edhe vetvetes edhe tjerëve. Herë precizitet, herë, domethënë hajde se s'është funi botës. Herë, domethënë na duhemi me qenë barabartë, herë veç pak se unë jam pak më lart se ti. Edhe kur i marrim çdo shembull, shpeshherë domethënë nuk dina se cilën me vendos. Mas mirë është me pa njëri qoftë vetveten, qoftë shoqërinë, se në cilën pjesë të ekstremit është edhe mu pajtu me çato dhe me funksionu me çato, sepse edhe popujt që nuk janë precis sikurse gjermanët arrin sukses. Domethënë, qoftë ata që vinë 6:05, qoftë ata që vinë 7:30, ashtu me 7:30 e kryen punën. Disa cilësi të paradigmave që duam i përmend është nëse i këshyrim paradigma si syza, ndonjëherë syzat, për shembull, i qet syzat pesimiste, ti nuk mundesh pos zime edhe terme po, sepse i ki syzat pesimiste. Paradigma din me qenë kryeforte, domethënë ajo që e përmend ai me anomali, nëse ka anomali, nuk mundna me vrejt anomalit për shkak të mënyrës që e shohim botën. Edhe një biznesmen ka thonë që ma vështirë është, edhe ma e rëndësishme, edhe ma vështirë është me ja çmësu senet e gabume njerëzve, se sa me ja mësu senet të reja. Momentin që e mëson gabim, domethënë, mund të më shku krejt jeta me mënyrën e vjetër të menumit. Studimet në lënjen e duhanit, në humbjen peshë edhe në lënjen e alkoolit, e kam pa që janë shumë efektive grupet e tilla që bëhen. Mirë po nuk janë efektive për shkak motivimit, janë efektive për shkak ndryshimit paradigmas. Për shembull, nëse një njeri don me lënë duhanin, ose don me hub peshë, ose don me lënë alkoolin, në trunin e tij na thot jo smuj. Edhe ti badjava bjeri statistika përmendje, apo domethënë ai thot jo smuj. Në momentin që ai takohet me një person që e ka pas problemin e njëjtë, ose e ka, edhe shet që e ka zgjidh. Domethënë po ulej ka cigare. Në trunin e tij instalohet ajo që po bëj ka, domethënë. Po mu i ka dhe me u pesh, po mu i ka dhe me ëngër më pak. E ideja është domethënë me kon rrim ndikon në mënyrën që shmendojmë na.
një shembull që e pa ta marr për optimizmin edhe pesimizmin, domethënë syzat pesimist, ekziston një bindje që përveç që s'ka më bëu mirë, domethënë na dhe s'mujna më bëu mirë. Domethënë na zbohemi. Domethënë na shqiptar, na kosovar, na Shqipëria, Kosova, qoftë si popull, qoftë si shtet. I pa ta kthyer një herë eksportet e Kosovës, domethënë që kjo është pasqyra e eksporteve të Kosovës gjatë viteve. Prej vitit 2015 ku kena eksportuar 200 milion, në vitin e kaluar gati 1 miliard ka eksportuar Kosova, domethënë është rritje 5 fish. Jo, prodhim, shërbimet se vi. Veç prodhime. Veç prodhim është kjo, po. 1 miliard. Gati 1 miliard, po vitin e kaluar. Ku janë parët? Po. Këtu ka domethënë gjona ndryshme, është prodhim të rria e drunit, domethënë kuzhinat mobile të dasi janë diku 180 milionë nëse s'jam gabim. Edhe pijet energjetike, mos përmendje emra, ujë. 2021 se ka kthim 2021 kontrata devolta. Jo, më duket është pak më vonë devolt. Duna me këshyr, s'po më kujtohet. Po me kontrata në Amerikë. Në Amerikë. Po në fillim nuk u kanë çështje e lartë. Duket të kanë 300 milionë. par vjet më e lartë. Po. Po që ndërprerja është për shkak asi. Cilët janë eksportuesit më të mëdhenj që po kjo industria e drurit u bë shumë e madhe. Po industria e drunit, ujë, veshje, ka disa milion euro veshje në Amerikë që shitën, diku 40-50 milion. Veshje. Po veshje, janë disa fustana shtrejt, domethënë 2 dizajnatore në Kosovë. Cila? Matoshim nëse s'jam. Jo, Matoshim duket. Nëse s'jam nga Matoshim. Nuk ja di emrin, po kështu si emrin e kam. Po veç janë fustanat e shtrejt edhe janë diku 20-30 milion. Asi. Krenorja? Po. Krenor Gova, Ja veç ai Matoshim. Najvali, Tastraniku, kanë Okay. Shembull tjetër që kjo hartë u pat bo Ja, edhe 2021 është edhe pandemia. U kry pandemia, po. Edhe në shërbimet i ka rrit. Po, u kry pandemia. pandemia. Ama këtu nuk përfshihen shërbimet, domethënë veç produkte. Eksportin qyshe ka rrit pandemia. Duna me këshir. Pandemia edhe produkteve, eksport produkteve ka ndiku, po s'e di qysh. Po duna me këshir shkon kujtohet tash. Të shërbimet kanë ndodhur për shkak të për shkak të pandemisë. Për remote. Edhe edhe 4 slajde. Edhe 4 slajde, pastaj rumi qit. Që kjo është një hartë, domethënë çupat për hap në Evropë. Sa përqind e popullsisë nuk kanë pas kur qasje në internet. Kosova ka qenë prej 0 deri në 4, domethënë hartë vrehet, që Kosova është prej shteteve që më shumë të kanë përdorur internetin, veç vendet nordike, Anglia dhe disa rajone të vendeve tjera kanë pas qasje për hapje. Kjo është lista e shteteve që kanë më pak medalje të arta se Kosova, mirë po kanë GDP më të madhe se Kosova. Domethënë Armenia, Katari, Luksemburgu, në lojra olimpike në përgjithësi. Po. Okej, veç këtu na kemi një outlier, po as çata outlier se ka ai, kupton. Se për shembull ata kur vinë me outlierave dhe na i thotë çure na çka kena bë. Për shembull Hungaria ka një Nobel, ai me çat një Nobel thotë ne kena një Nobel. Nuk po them. Outlier. Për jashtues sa vëre. Ekstremi zakonisht statistika përjashtohet se nuk është diçka zakonshme. Ekonomik, po. Po. Outlier. Statistik, po. Termi statistika është, i shkencës dhona. Po ke se shpesh komiti nesë, mirë është. Po. E zgjata bak. Qysh? Kur statistika ke për se tim gabur. Jo, shkajet e mesatarët, shumë i madh. Tallimi mesatarët nuk shkon me mostrën, kur shkon. Po çfarë? Në njërin skaj. Këti kanë Ose shumë natë dhe shumë jo ka 5, sa është outlier. Po, veç ideja është domethënë në perceptimin tonë që ky outlier s'u del Kosovë, realitet ka dal. Kjo domethënë diçka jo kur gjo, po për Prishtinë as çto s'kan mujt me bë. Tash e kanë Emiratet prioritet sportin se kanë, s'kan nevojë pse më pas. Peshin i GDP. Komsi, po komsi. Që ky keni studim që ka dal vjet ose par vjet, është numri i studentave për 100.000 banor në IT. Domethënë Kosova i ka 717 studenta në IT për 100.000 banor, është e para jo në Evropë, po është Ballkani dhe Evropa Lindore. Kush është e para në Evropë? Nuk e ka bo, e ka veçet, si s'ko mujt me gjetë. Po, garant, spritet Gjermania, Franca, me pas. Po, shka lirë. Domethënë,
Estonia është sa gjysa e Kosovës edhe kështu pishin i shtetet tjera. Ka disa arsye, atë për shembull Polonia është shumë e fokusuar ka financat. Po, është shumë arsye, nuk po them. Është ka turizmi. Këtu i kanë fushat e veta ku kanë gjetë veten për çata. Po çështu, po mjaftueshëm, domethënë, nëse që më gabim. Serbia është e shpërndarë me krejt. Nga 4000 studenta, nuk është e fokusuar në 12000 studenta ka kalu për një vit. Domethënë 22-23 ose 21-22, 4000 studenta ka qenë në ICT 21-ën, 8000 studenta më shumë ka qenë vitin arshëm. Kosovë, po është thjesht shenjë interesante që 21-22 ose 22-23. Si kjo që u hapja pandemia? Qysh mësohen paradigmat, po disa shembuj kulturor tona ti përmend edhe te ato që duhet me ndryshu, domethënë njëra prej tyre është nëse unë bashkëpunoj me dikon, edhe e lejmë që na duhet mi do 50-50. Edhe unë edhe ai tjetri thot pse 50? Pse ti 50? Apo den çaki ti më shumë se unë me pas 50. Tjetra është nuk mëna me ndihmu dikujt pa përfitu, domethënë pse çka fitoj unë nëse i ndihmoj filanit. Ti në Kosovë? Po në Kosovë si cilësi kulturore. Edhe si e kanë moti. Edhe tjetra është ajo shembulli i famshëm shqiptari e gjen lampën e Aladinit, gjini thotë e keni dëshirë me një kusht. Çka do që dëshiron ti, kojshiz 2 fish. Edhe shqiptari thotë çoroma njëri në sy. Edhe tash kjo paske nxit paradigmën e pesimistit. Po. Tash kjo, domethënë që kjo cilësi ekziston është e përhapur. Nuk e di sa është e përhapur, s'kam po motje, po është e përhapur. Nëse e kqyr që të farë këshille, nuk ka prind ose shok ose kusheri ose shkollë që të thotë në mënyrë direkte, eksplicite, qyre, ti duhesh me dëmtu tjetrin, edhe nëse dëmton vetën, apo ti s'është problem. Mirë po në një mënyrë ose tjetër kjo instalohet. Domethënë me persona që rrim na instalojnë me mënyrën që e shikojnë botën. Për këtë arsye është e famshme fjala me kontrish ashtu bosh, edhe thënia amerikane smartest person in the room. If you are the smartest person in the room, you are in the wrong room, për arsye se ti nuk mundesh me zhvillu vetën. Domethënë duhesh me net me njerëz më të mençëm se ti. Për përfundim, masi veç ka qenë si seri e leximit, domethënë kom dosh me dhënë një hartë pak më komplekse për punën e leximit. Krejt librat janë barabartë, disa janë më të barabartë se libra të tjerë. Domethënë a ja vlen me lexu gjithçka, nuk besoj që ja vlen me lexu gjithçka. Domethënë ka libra që nuk përfiton kurrë, ose një shkrimtar i ri ja ka dhënë librin e vet një shkrimtarit vjetër edhe i ka thënë çka po mendon për to, ka thënë shumë sene të reja, edhe shumë sene të mira, senet e reja nuk janë kanë të mira, senet e mira nuk janë të reja. Domethënë ti mundesh me lexu një libër, edhe kur gjoj vesh shtyr përsërit ato që i dim krejt. Domethënë ti mundesh me lexu një libër edhe është kot humbje kohe. Edhe në anën tjetër mundet me qenë libër i mirë, po ty nuk të hyn punë. Domethënë qoftë nuk është pjesë e fushës tënde, ai libër i mirë për diçka specifike. Mundesh me lexu, mundet me qenë libër i mirë, mundesh me lexu edhe mundesh mos me përfitu prej saj. Për arsye të ndryshme. Edhe qysh me përfitu, mirë është me marrë shënime prej librave, mirë është me tregu tjerëve, domethënë nëse ti se kupton ai tjetri mund të më kuptoj më mirë. Mirë është me diskutu me tjerë, edhe mirë është me realizu. Domethënë qoftë shënimet që i ke marrë, në vizimet apo vet librin, edhe me kalimin e kohës njëri çdosh me pas pikpamje më të mirë për botën, edhe çaj rileximi mundet me të bëj dobi edhe me kuptu më mirë librin. Edhe kombinim të krejt këtyre faktorëve edhe tjera. Një pyetje që bëhet shpesh është pak me mënyrë moderne të mendumit, e lexova librin çka përfitova ç'tash. Kjo pyetje është e gabuar, apo sepse është çështje e gabuar. Një autor anglez ka thonë, librat janë sikur se ushqimi, ti ushqimin se man mirë po të ka furnizu, të ka ushqy. Edhe njëjtë është edhe me fitnesin, domethënë shkon fitness tetën, nuk mundesh me shtru pyetjen, okay, çka përfitova unë. Nuk ka muskull specifik që është rrit për sasi caktuar, mirë po vazhdueshmëria e fitnessit është ajo që ndikon në zhvillimin tonë. Po kthehem te autori, domethënë autori librin e ka botu ndoshta pa e menu çfarë ndikimi ka me pas në botë. Ndoshta si libër ka ndikuar specifikisht në botën shkencore, mirë po termet e tina që janë përhap si shkoku i librit, sikurse paradigma dhe paradigm shift kanë pas ndikim, edhe po besoj që mirë kish qenë mi pas parasysh edhe mi bë pjesë të jetës tonë.